kemi nisur betejën ligjore për anulimin e vendimit të zyrës rregullatorit të energjisë elektrike, i cili nxjerrje në mënyrë të kundërligjshme në treg të hapur apo në liberalizim të tregut rreth 1300 biznese. Kjo betejë po bëhet pikërisht për ta kundërshtuar një vendim të paligjshëm i cili rrezikon rreth 140.000 qytetarë të Republikës së Kosovës që t'i humbin vendet e punës së tyre. Po ashtu, ky vendim i paligjshëm është një vendim i cili e rëndon jetën e qytetarëve në vendin tonë, sepse ngritjen e çmimeve, qofshin ato të produkteve ushqimore, qofshin të produkteve tjera në shfrytëzim dytor të qytetarëve të Republikës së Kosovës, e kanë të pamundun ta përballojnë pra këto kosto të lartë me këto të hyra të vogla që kanë nga rritja e çmimeve që do të pasojë nga ky vendim jashtëligjshëm i zyrës rregullatorit të energjisë elektrike të Kosovës. Pra, jemi jashtëzakonisht të lumtur që këtij vendimi ka reaguar edhe institucioni i rëndësishëm i Avokatit të Popullit, i cili e bën të qartë që cënon interesat legjitime të një komuniteti të gjerë, duke krijuar një kushtet për një krizë të re sociale në vendin tonë. Pra, rritja prej 280% të çmimit për 1300 kompani që punësojnë rreth 140.000 qytetarë në vendin tonë do të ketë pasoja jashtëzakonisht të rënda për vendin tonë. Prandaj ne sot, fillimisht duke i ndjekur gjitha hapat ligjor, e kemi dërguar kundërshtimin tonë administrativ në kuadër të zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike. Ne po ashtu ne pak a shumë jemi të bindur që qëndrimet e tyre do të jenë të njëjta me vendimin, sepse pavarësisht kundërshtimeve të mëdha që kanë pasur qoftë nga shoqatat e bizneseve, qoftë nga Avokati i Popullit, qoftë nga partitë tjera politike parlamentare, ata nuk e kanë ndruar vendimin dhe vazhdojnë të qëndrojnë mbrapa këtij vendimi të jashtëligjshëm dhe shumë të dëmtues për vendin tonë, mirë po ne duhet i ndjekim hapat ligjor ashtu siç e thot ligji. Ne do të presim 15 ditë pra për një njoftim nga zyra rregullatorit të energjisë për ta anuluar pikërisht këtë vendim, dhe nëse brenda 15 ditëve ata nuk kthejnë përgjigje apo nuk anulojnë vendimin, ne normalisht në ditën e 16 do ta procedojmë në departamentin administrativ si kundërshtim administrativ ndaj këtij njoftimi, realisht se ky as vendim nuk është, sepse për të ikur një ballafaqimi me një betejë ligjore, ata nuk kanë nxjerrë vendim, që është e jashtëligjshme, ata përmes një njoftimi e kanë obliguar në këtë rast keskon që këto kompani t'i vendosë në tregun e lirë. Prandaj do t'i marrim gjitha hapat ligjor, që brenda një afati sa më të shpejt, pra ndaj këtij vendimit të vihet një masë e përkohshme e cila do ta pezulloj pra implementimin e këtij vendimi. Përderisa po vija shumë të dashur gazetar në konferencë, unë njoftova me një fakt shumë interesant. E mora listën e kompanive të cilat janë të certifikuara për të shitur energjinë elektrike në vendin tonë, pra si furnizues, dhe në fund të kësaj liste është edhe një kompani e cila është në proces të licencimit dhe që është Management and Development Association. Kjo kompani, pra njohur si MDA, është kompani që ka qenë në pronësi të shefit të stafit të kryeministit zotit Kurti, pra zotit Luan Dalipi. Ky është themelues dhe njëkohësisht ka qenë aksionar i kësaj kompanie. Pra MDA-ja e shefit stafit të kryeministit që sot drejton Dalipi, e megjithëse është vllau i shefit stafit kryeministit, ka aplikuar për licencë për furnizim me energji elektrike në vendin tonë. Në një anë, kryeministri e dërgon vllaun në departamentin për shitblerje të energjisë elektrike në Kek, dhe në anën tjetër shefi stafit kryeministrit kërkon licencë pra këtyre kompanive që i kanë qitë në treg të lirë me u shit energji elektrike. Përbes kjo është e tmerrshme dhe këtë nuk dija mund ta quaj me korrupsion, sepse edhe niveli i këtij krimi ka shkuar aq lart dhe po e rrezikon aq shumë mirëqenien e qytetarëve tonë, saqë është bërë e frekshme me mendu ndoshta edhe me jetu në këtë vend. Kur kapen institucionet në këtë formë, ku vëllezërit, motrat, kushërit, farefisi janë të angazhuar nga qeveria në ikje në asetet kryesore të vendit tonë, pra në korporatën energjetike, në shitblerjen e energjisë elektrike, pra duke i shfrytzuar asetet e vendit tonë
pra për të pasuruar një grup i ngushtë i njerëzve. Ky është një grup kriminal. Nuk meriton të quhet grup politik, sepse kur në këtë rast nxjerr 1300 kompani në treg të lirë dhe ja u shtrejton rreth 280 çmime energjisë elektrike, dhe vllau i shefit stafit kryeministrit kërkon licencë mbi ushit rrym këtyre kompanive, kjo është e tmerrshme. Halama të tmerrshme e bën fakti që kjo kompani, realisht kjo është një kompani që është marrë me konsulencë dhe është një kompani që realisht në shumë raste kemi ka dekoru salla të organizimit Bashkimit Evropian. Pra kur jetë atyre këta me energji që në marrë? Asnjëherë. Asnjë eksperiencë nuk e kanë energji. Dhe sot pra kërkojnë që t'ju shesin energji elektrike këtyre kompanive që i ka qitë mënyrë të jashtëligjshme ZRE-ja që është nën diktatin e kryeministit Kurti në treg të lirë. Pra të nderuar qytetarë të Republikës së Kosovës dhe ju media, mendoj që sot tashmë kundërshtimin ton administrativ vetëm se kemi dorëzuar në zyrën rregullatorit të energjisë elektrike është proceduar dhe ne do t'ju njoftojmë gjatë ditës edhe me të gjitha të dhënat dhe argumentet që kemi nxjerrë. Është e rëndësishme që të vijemi mbrapa çdo ditë, çdo orë, çdo sekond, mos ta gjurmojnë sepse kriminaliteti në këtë fushë është jashtëzakonisht i madh. Pra këto janë pak fakte që ne dimë dhe shumë prej tyre që nuk i dimë që janë të fshehura, mirë po ne do të angazhohemi maksimalisht si Parti Demokratike e Kosovës, mbi gjitha si qytetarë të këtij vendi, që këtë vendim të jashtëligjshëm, që ju mundson një pasurim, një grupi të vogël të njerëzve, domethënë grupit të kryeministit Kurtit, të vëllezërve dhe të motrave tyre, siç po e dëshmojnë pra edhe dokumentet të nxjerra që janë publike, sepse këtyre kriminalëve ju ka humbë dhe marrja, kjo është zyra rregullatorit për energji, pra në listën ku unë e morra dhe ku kompania e vllaut të shefit stafit kryeministrit thotë që është në proces të licencimit për të shitë energji. Pra një kompani që s'ka lidhje me energji, që s'është marrë kur me energji, sot don me shitë energjinë elektrike këtyre bizneseve. Normalisht që liberalizimi i tregut të energjisë është edhe një kërkesë edhe Bashkimit Evropian dhe ajo do duhet me ndodhë dhe do duhet me u kriju kushtet. Sepse kur flasim për liberalizim tregut, flasim për më shumë ofertues, jo vetëm një ofertues, ku bizneseve do t'ju mundësohet që të kenë energji elektrike me çmime më të lirë, jo më të shtrejt, jo monopol. Pra liberalizimi tregut do të thotë që të largohemi nga monopoli dhe të kemi liberalizim të vërtet të tregut. A kemi sot liberalizim tregut? A i ka zbatu vetë vendimet e veta ZRE-ja për me kriju kushte për liberalizim të tregut? Natyrisht që jo. A është konsultu autoriteti i konkurrencës? Sepse dhe ligji thotë qartë që ky vendim duhet merret bashkërisht me autoritetin e konkurrencës dhe me Komisionin për Ndihmë Juridike Falas të Republikës së Kosovës në mënyrë që të krijojnë kushtet që të ketë liberalizim tregut. A kemi ndëgjuar në autoritetin e konkurrencës? A ka kushte që vërtet ketë liberalizim tregut dhe këto kompani të dalin në treg të lirë? Normalisht që jo. Pra vetë ZRE-ja, domethënë në mënyrë arbitrare, të njëanshme, e ka marrë një vendim që nuk ka kriju kushte. Pra ZRE-ja do të me kriju kushte për liberalizim tregut. Këtu s'po flasim për liberalizim tregut. Këtu po flasim për një ofertues, i cili sot ja ushet nesër nga një qershori do t'ju ushet çmimin, do t'ja ushet energjinë elektrike 280% më shtrejt. Dhe ajo që ofrojnë, pra, ajo që ofron, që ka ofruar deri më tani, ka qenë vetëm Kesko dhe asnjë kompani tjetër. Pra, ne liberalizim do të thotë kur kompanitë kanë mundësi me ble energji elektrike më lirë. Jo, domethënë 280% më shtrejt se sa që ka qenë në të kaluarën. As të duke mjaftueshme që është themelues shefi i stafit kryeministrit i kësaj kompanie. Po mendoj, dokumentet. Po, absolutisht. Ato gjithë do të jenë në ARBK. Domethënë mendoj që edhe nuk është kjo e para, sa i përket këtij furnizuesi nuk lidhet me ankesën tonë. Ky është një fakt që unë njoftova, në fakt duke ardhur me dalë në këtë preskonferencë për aplikimin e kësaj kompanie për shitë energji elektrike në Republikën e Kosovës, pra nuk lidhet me ankesën tonë. Pra ky është një akt korruptiv i kësaj qeverie, i shefit stafit kryeministrit, bashkë me familjarët e tij,
që dojnë një ushqit këtyne kompanive që po protestojnë, atyne punëtorëve të shkret, që po dalin rrugë për me mbrojt rrogat e tyne, me ushqit energjinë elektrike 280% ma shtrejt. Ndërsa pyetja parë, e para nuk ka vendim, është një njoftim, i cili është akt real. Dhe për t'i ikë ballafaqimit ligjor, sepse në çdo vendim që merr zyra rregullatore të energjisë e ka për obligim që çdo palë që e kundërshton duhet t'i përdor mjetet e veta juridike që t'i drejtohet gjykatës. Dhe për t'i ikë këtij kundërshtimi, domethënë sepse këta edhe janë shumë kriminal, po në anën tjetër edhe janë goxha të padijshëm. Për t'i ikë këtij vendimi që zërreja mund të hynë në faqen e sajna për çështje shumë të vogla për individ edhe për persona fizik, lëshon vendime ndryshme, ndërsa për një proces kaq të rëndësishëm i ik vendimit dhe lëshon një njoftim. Pra dhe ky njoftim, domethënë ka fuqi juridike sepse obligon Keskon në këtë rast që t'i nxjerr në treg të hapur rreth 1300 kompani në emër të liberalizimit të tregut, dhe vetëm liberalizim të tregut s'ka. E dyta, pra atë që thash më herët, në radhë parë zyra rregullatore të energjisë elektrike këtë vendim do duhet me marrë në konsultim me autoritetin e konkurrencës, sepse e obligon edhe ligji dhe vendimet e saj. Pra këtu nuk kemi pas asnjëherë, për as edhe një moment të vetëm angazhimin e autoritetit konkurrencës që thotë këtu vërtet ka një ambient konkurrues mes të kompanive ku kompanitë që në total punësojnë rreth 140.000 punëtorë kanë të drejtë dhe mund të sigurojnë energji me çmim ndoshta edhe më të lirë se sa që e kanë marrë deri sot. Në anën tjetër do duhet me kanë edhe involvimi i Komisionit për Ndihmë Juridike falas në këtë rast së bashku me autoritetin e konkurrencës që ta bëjnë vlerësimin e këtij ambientit. Pra masa që do duhet me u ndërmarr gjatë të kësaj periudhe, domethënë kanë qenë shumë më të mëdha se sa që realisht këta i kanë marrë. Dhe mendoj që ky është një vendim arbitrar i zyrës së rregullatorit të energjisë elektrike dhe për këtë çështje do duhet spaku një vit më herët, do të njoftoheshin kompanitë, të angazhojnë së bashku, të aplikonin kompani serioze për shitblerjen e energjisë elektrike, jo kompani që kanë organizuar evente për Bashkimin Evropian ku për zyrën e BE-s në Kosovë kanë dekoruar salla, sot dojmë na shit energji elektrike. Kjo është çmenduri, domethënë prandaj mendoj që ka shkelje të mjaftueshme dhe ne do t'ja dërgojmë për pak sepse vetë se e kemi protokolu në zyrën e rregullatorit të energjisë elektrike kundërshtimin administrativ tonin dhe në ndërkohë po ashtu do t'ja dërgojmë edhe komplet si të tërë me komplet kundërshtimet tona. Normalisht janë shumë prej tyre që nuk mund t'i mojnë mend një dokument prej 70 faqe sa është të gjitha, mirë po do t'i keni për pak edhe në dispozicionin tuaj që pastaj edhe ju t'i analizoni. Nuk dëgjoj, t'jemi qartë. Ne duhet me ndjek rrogat tona ligjore. Nuk mund të anashkalojmë organin që ka lëshu këtë vendim. Duhet s'pari të atakojmë aty, pastaj nëse kundërshtojnë ata, do të procedojmë ditën e 16 prej sodit në gjykatën themelore në departamentin administrativ që t'i bëjmë këtij njoftimi që është akt real, një kundërshtim administrativ dhe të kërkojmë masë të përkohshme për pozullimin e saj. Prof, dëgjoj, kjo ne jemi parti politike dhe mbrojmë interesin publik. Dhe mendoj që këtu kemi argumente mjaftueshme që jemi palë në këtë proces sepse po i mbrojmë qytetarët e Republikës së Kosovës nga ky cenim, pra nga ky vendim i palehtëshëm, i padrejtë, dhe që jemi të bindur që do të harxojmë pavarësisht edhe sa konstituohet kuvendi, a do të konstituohet kuvendi, si do të shkojë procedura politike. Angazhimi jonë për t'i ruajt këto 140.000 vende të punës, për t'i mbrojtur qytetarët për mos shtrejtimin e produkteve tona ushqimore që prodhohen nga prodhues tonë vendor, pikërisht jemi pranë mbrojtjes të tyre.